Në vazhdim do t'i sjellë shkurtimisht disa këshilla të rëndësishme për përmirësimin e kësaj çështjeje me qëllim që gruaja të bëhet më e dashur në familjen e burrit të saj. Numër 1. Burri pasi që të zgjedh gruan e ndershme, e cila e kupton fjalën bamirësi, duhet t'ia qartësoj gruas nga fillimi i martesës së tyre se kënaqësia e prindërve të tij do të jetë qels i cili e hap derën e zemrës së tij, nëse ajo dëshiron të hyjë në atë zemër. Kjo do ta bëj gruan që nga fillimi i martesës ta vlerësoj dhe ta nderoj familjen e tij. Numër 2. Gruaja nuk duhet të detyrohet të veprojë gjëra të cilat nuk mund të i përballojë vetëm e vetëm të kënaqet familja, por detyrohet që shpërblimin e saj ndaj tyre ta bëjë që të burojë nga brendësia e saj, pra të jetë shërbim që ajo dëshiron me vetë dëshirë ta kryen. Numër 3. Burri duhet të nxitojë dhe të ngutet për në përmirësimin e raporteve mes tyre, prindërve dhe gruas, që nga fillimi i martesës, duke i lajmëruar prindrit se ajo i do dhe i lavdëron sikurse i do dhe lavdëron prindrit e saj, dhe kundërta. Të shkoj ta lajmëroj gruan e tij se familja dhe prindrit e tij të gjithë e lavdërojnë atë dhe e respektojnë dhe çdo herë gëzohen me takimin e saj.